Motër, nëse më lejoni, pyetja ime është në Isaia, në librin e Isaias, kapitulli 56, nga vargu 4 deri në vargun 5, por do të filloj të lexoj nga vargu 3. Isaia 56, vargjet nga 3 deri në 5. Po vlla, të mos thot biri të huajit që është bashkuar me Zotin, Zoti me siguri më ka përjashtuar nga populli i tij, dhe të mos thot eunuku, ja, unë jam dru i thatë, sepse kështu thot Zoti, eunukët që respektojnë të shtunat e mia, që zgjedhin atë që më pëlqen mua dhe që i përmbahen me vendosmëri beslidhjes sime, do t'ju jap në shtëpinë time dhe brenda mureve të mia një vend dhe një emër që do të vlej më tepër sa i bijve dhe bijave. Do t'ju jap atyre një emër të përjetshëm që nuk do të fshihet kurrë. Motër, ju lutem, a mund të na mësoni se kush është eunuk sot në Ungjil dhe cili mund të jetë emri që Zoti ynë thot se do t'ju jap atyre që vlen më tepër sa i bijve dhe bijave. Shumë faleminderit motër dhe Zoti ju bekoft. Mirë. Le të lexojmë në librin e Mateut. Mateu kapitulli 19, vargjet 11 deri në 17. Që aty po ashtu, këto vargje plotësojnë pjesën që ju lexuat. Thuhet kështu në Mateu 19, 11 dhe 12. Flet Zoti Jezus. Mirë, këtu Zoti po fliste për divorcin, po fliste për çiftet. Për çiftet që të mos divorcoheshin, që të mos ndaheshin, që duhet të qëndronin bashkë, sepse në fillim kur Zoti krijoi Adamin dhe Evën, u tha se duhet të rrinin bashkë, që do të bashkoheshin dhe të dy do të ishin një mish i vetëm. Zoti po u mësonte këtë dhe ata që e dëgjonin në vargun 10 thanë, nëse se kushtet e burrit ndaj gruas janë të tilla, më mirë të mos martohet. Ata thoshin jo, nëse nuk do të ekzistojë divorci, atëherë më mirë të mos martohesh, thoshin ata. Për të shmangur pra pjesën e problemit të divorcit, dhe Zoti u përgjigj duke thënë, jo të gjithë e kuptojnë këto fjalë, jo të gjithë janë të aftë të jetojnë këtë jetë, të jenë pa grua. Por do të jenë disa që do të jenë në gjendje që të jetojnë pa grua, duke ju referuar këtu eunukëve. Pra në vargun 11 thuhet, por ai u tha atyre, jo të gjithë i kuptojnë këto fjalë, pra që të jetojnë pa një grua. Por atyre që ju është dhënë, kjo pra është si një dhunti, një aftësi që u jepet, thot, sepse ka eunuk që kanë lindur të tillë nga barku i nënës. Ka eunuk që janë bërë eunuk nga njerëzit. Thëndryshe, ata që lindin eunuk nga barku i nënës, ata lindin dhe kur rriten, ata nuk martohen, sepse nuk ka nevojë, nuk ndjejnë nevojën për të martuar. Dhe tjetër thot se ka eunuk që janë bërë eunuk nga njerëzit. Në antikitet, në të kaluarën, mbretrit, në kohën e monarkive, mbretrit kishin eunuk për të mbrojtur princeshat dhe mbretëreshën, kështu që ata dërgonin eunukët, por atyre ju bënin një operacion për t'i kthyer në eunuk, që në këtë mënyrë ata të kujdeseshin për princeshat. Ata mbronin princeshat, mbretëreshën, por ju bëhej ndërhyrja operacioni në mënyrë që ata të mos kishin apo kryenin marrëdhënie me gratë. Ky është kuptimi i pjesës kur thuhet ka eunuk që janë bërë eunuk nga njerëzit, dhe ka eunuk që janë bërë vetë eunuk për mbretërinë e qejve. Ai që mund ta kuptoj ose të bëj këtë gjë, le ta kuptoj, le ta bëj. Do me thënë, ata që u bën eunuk për mbretërinë e qejve, që u bën dhe që do të bëhen, është sepse një person një burr merr të vendimin që të mos martohej kurrë, por t'i përkushtohej Perëndis. Atëherë Perëndia e ndihmonte personin që ai të përmbushte këtë premtim apo këtë zotim. Apostulli Paul ishte eunuk. Ai vendosi të bëhej eunuk për t'i shërbyer Perëndis, sepse ai thoshte
sa ai kaloi gjithë jetën duke udhëtuar, gjithë jetën e tij ai udhëtonte për të ungjillëzuar dhe ai e dinte se nuk mund të martohej sepse përndryshe do të braktiste familjen, ndërkohë që do të udhëtonte vazhdimisht për të shërbyer Perëndisë në këtë punë. Pra kjo është ajo që vllai i pyeti çfarë është një eunuk. Është një burr që nuk ka nevojë për një grua. Dhe ka 3 arsye. Ata që lindin ashtu, ata që bëhen eunuk nëpërmjet operacionit dhe ata që e bëjnë për Perëndin, bëjnë një zotim ose një premtim. Mirë, nuk është një detyrim, sepse Zoti këtu nuk po detyron askëm që të bëj këto gjëra, sepse ai gjithashtu thotë, është më mirë që të rinj të martohen, tha apostulli Paul, është më mirë që të martohen se sa të digjen, pra në vend që të mëkatojnë, që të pulverojnë, më mirë të martohen. Ky ishte rekomandimi i apostullit. Mirë, më mbeti pa shpjeguar pjesa në Isaia, në librin e Isaia, sepse u përqendrova te libri i Mateut, por në Isaia, kur Zoti tha eunukët të mos të rishtohen, të mos shqetësohen, të mos thonë se ishin dru i thatë, kjo thuhet aty në Isaia, në cilin kapitull vlla? Në Isaia 56, në vargun 3, që ishte vargu që vllai lexoi, thotë, dhe i huaj që ndjek Zotin, të mos thotë, Zoti do të më largoj plotësisht nga populli i tij, sepse ishte i huaj. Kujtoni se në lashtësi ishin paganët dhe populli i Izraelit ishte i vetmi i zgjedhur. Por këtu në Ungjill, këtu po flitet për Ungjillin në këtë kapitull, thot Zoti të mos thotë se Perëndia më ka përjashtuar. I huaj do të ishte pjesë, do të ishte i bashkuar me kishën e Zotit Jezu Krisht. Dhe thot të mos thot eunuku, pra ai që lindi ose ai që do të kthehet në eunuk për Perëndin, thot të mos thot eunuku, ja, un jam një dru i thatë. Ai thoshte kështu se jam dru i thatë sepse duke qenë se kur nuk ishte pasur grua, nuk ishte as fëmijë, ndaj konsiderohej si një dru i thatë. Atëherë Perëndia thot mos e thuaj këtë, sepse ka bekime për të gjithë. Vargu 4, sepse kështu thot Zoti, eunukët që respektojnë të shtunat e mia, do me thënë që zbatojnë urdhërimet e Zotit, thuhet në vargun 5, do t'u jap atyre në shtëpinë time dhe brenda mureve të mia një vend dhe një emër që do të vlejë më tepër sa i bijve dhe bijave, që do t'u jap atyre një emër të përjetshëm që nuk do të shihet kurrë. Shikoni çfarë bekimi i madh për këta njerëz, sepse kjo është e vështirë që një burr të kthehet në eunuk për Zotin. Është shumë e vështirë. Atëherë Zoti ka një bekim kaq të madh për ta, thotë se bekimi është më i madh se ai i bijve dhe bijave, është një titull që do t'u jepet atyre më i mirë sa i bijve dhe bijave. Dhe këtë e gjejmë po ashtu në librin e zbulesës, por kjo do të mbetet që ju të lexoni në librin e zbulesës dhe të zbuloni se çfarë thuhet për eunukët atje në librin e zbulesës.